sa bën kostumi yt sot është pasuria ime totale. Dhe këtë e din shqiptarët. Zoti Arjan Doja, procedurë. Seanca maratonese e intes në kuvend vijoi me tensione dhe replika mes deputetëve, teksa përplasjet politike dominuan sallën. Gjatë fjalës së tij, deputeti demokrat Flamur Noka u ndërpre nga kërkesa e socialistit Ardit Bido për të marrë fjalën, çka ndezi menjëherë debatin mes tyre. Noka reagoi ashpër duke e akuzuar Bidon se është i përfshirë në çështjen e pronave në GP, të cilën ai e cilësoi si varrin e tij politik dhe ligjor. Ai tha se Bido ka qenë hartues dhe urdhërues i një falsifikimi që sipas tij synon të marrë pronën banorëve të Himarës. Noka shtoi se kjo çështje do të kthehet në makthin e tij politik, duke përmendur edhe momente të mëparshme, kur sipas tij Bido i ishte drejtuar për ndihmë dhe ishte deklaruar si mbështetës i PD-s. Ai nënvizoi se pavarësisht se në kuvend ka shumë socialist, jo të gjithë janë të përfshirë në çështje të tilla. Nga ana tjetër, Ardit Bido ju kundërpërgjigj duke ironizuar opozitën dhe duke akuzuar për mungesë serioziteti kur diskuton çështje historike. Ai kujtoi gabimet e opozitës në zgjedhjet e shkuara dhe ironizoi Nokën, duke thënë se sa kushton kostumi yt sot, aq është pasuria ime. Bido mohoi pretendimet për falsifikim, duke thënë se akuzat do të nënkuptonin që ai kishte vepruar në moshë fare të re. Mëtej ai shtoi se në moshën 19 vjeçare kishte përfituar një pagesë prej 1 milion lekësh për punën e tij, ndërsa sipas tij dallimi vërtet mes tyre është se ti jesh i pasur pa punuar asnjë ditë, është problem që ai nuk e ka.